Ata janë vend tyne kështu pse mos mi pritet dhe mi respektuar maksimum. E rëndësishme është maksimum, djemt kanë nevojë për ta. Normalisht me thonë drejtën, edhe unë personalisht nuk jam akoma i zhgënjym për titullit kampion që ne humbme. Normalisht janë të mërzitur bashkë me tifozat jena akoma në procesin e mërzisë, akoma s'na ka dalë e keqe, po gjithsesi prania aty në stadium gjithmonë vlen, sepse tifozat janë ata që përkrahin, i napin zemrën e ekipit, ata që në ditë mira dhe ditë këqija duhet me kenë afër. Këto janë neshe shumë të ekuilibrume, çdo rezultat që mund të arrihet nesër do ketë edhe neshën e dytë më rënd. Nuk mendoj në asnjë mënyrë që mund të zgjidhet tek nesha, por janë të dyja neshe duhet jena të kujdesshëm, sepse janë dy takime ku mandej vjen eliminimi, pra është një neshe që s'mundesh me luajt gjithçka për gjithçka, duhet të jesh i kujdesshëm, duhet mendosh edhe për neshën tjetër. Jena shpejt, normalisht që duhen afrime. Qeshori është periudha më e keqe e mundshme për me marrë lojtarë, disa janë me pushime, disa presin kanë luksin për me pritë dhe zjarë, sidomos lojtarët e mirë. Kemi bërë përpjekje maksimale me marrë lojtarë. Jemi në tratativa edhe me lojtarë tjerë, që shumë shpejt do jenë pjesë e vllaznisë, po thash kjo është periudha më e keqe. Jemi mundu me bërë maksimumin për me rritë kjo neshe që kemi nesër. Besoj që do ta bëjmë kjo në motë nëse vitin që shkon. Aspektin moral është e nevojshme, edhe në aspektin financiar, të dyja janë bashkë, por janë më tepër janë tek ana ekonomike, sepse të kualifikohesh janë disa të ardhurna më tepër që mundesh me i përdor për me ble lojtar. Normalisht që ne nuk mundena me pretendu tek që mundena me fitu një kup tillë, sa më lek shkojmë, aq më mirë do të jetë, por t'ja bëjmë smetin, qysh nesër, edhe në ishën dytë më nëjtë presin. Jo, Juga, i Polës është pothuajse i larguar për ekipit, nuk ka një gjumë me dalë së të viti, ka një kërkes nga ana e Sheriff Tiraspolit, më vjen keq sepse kishim investuar te Ideal. Megjithatë thoshta më parë me zori s'mundna me muajt kërkan. Jo, ajo është e vërtetë, ata kishin kontratë 1+1 rinovuar. Pra janë shitur. Janë të shtrim mua janë pothuajse të shitur. Nuk e di për mua është kapitull kreti mbyllur. Unë kam një vit përpara që drejtori që kanë ikë nga Vllaznia, s'kam qejf diskutoj më për të.